Nëse keni vetëm 10 minuta kohë dhe doni të hani një sallatë të shëndetshme me produkte të Estimës, siç është lule lakra, atëherë kjo është receta e duhur për ju. Një recetë që ju premtoj vetëm 10 minuta ka për t'ju marrë dhe është e gjitha shëndet për ju dhe familjen tuaj. Përshëndetje, miq të kanalit Cook O'Clock, sepse të gjithë jeni miq të këtij kanali, jemi me përgatitjen e radhës. Dhe fillimisht, po para se të fillojmë me prezantimet e ingredientëve, bëni subscribe se është falas, e ndihmoni vërtet shumë, por shumë fare kanalin. Madje sugjeroni edhe gjithë miqve, familjarëve, çfarë keni të njohur, sugjeroja në gjithëve. Atëherë, ju duhet lule lakra. Unë këtu kam gjysmë lule lakre, sepse një gjysmë e kam përdorur, gjysmën tjetër tani ta përdor për këtë recetë që do ju sjell sot. Dhe fillimisht, menjëherë do përdorim vetëm pjesët e luleve. Do t'i këpusim kështu siç janë. Këtë pjesën nuk kemi për ta përdorur. I vendosim në një nga këto kulluset, sepse do t'i fusim një shplar normalisht, dhe tek pjesa e madhe e luleve të lule lakrës, do fillojmë t'i këpusim to pjesët e vogla. Jo të gjitha fije normalisht, po ja, kështu siç janë, ta lëm. Pjesa që mbetet e hedhim. I kemi shplar lule lakrat dhe tani në një tenxhere do t'i hedhim ujë, një 2-3 gisht lartësi ujë, e ta lëm të marrë val. Uji po vlon, siç i kemi tek kullusja, i lëm sipër me tenxherës dhe do t'i vëmë kapakun. Kështu që ato të përgatiten në avull. Në një enë ku doni të mbani sallatën, gjysmë qepe që t'i keni në formë rathi. E shkërmoqim të gjithën. Do t'i hedhim ca ullin tani brenda. Kaluan 7 minuta fix, për 7 minuta i kemi gati. Hiqeni dhe do t'i lëm të ftohen. Ndërkohë, kemi për të përgatitur dhe veshjen e sallatës. Do të hedhim në një enë, në një mbajtëse, vaj ulliri, e do t'i shtrydhim limonin sipër. Këtu, si të doni. Nëse doni shumë, mund të hedhni një kokër limonit, t'i shtrydhi një kokër. Unë vetëm një kokër kam t'i shtrydhur të gjithën. Nëse doni, mos i hedhni fare. Nëse doni pak, bëni pak, e keni ju në dorë. Një lugë çaj me krip. Ashtu piper të zi. Dhe në fund, rigon të shkërmoqur. Japim të përzier mirë. Ja shtojmë tani komplet pjesën e lule lakrës tek ullint dhe qepa. Dhe në fund kemi për t'i shtuar veshjen. Dhe pasi ti kemi bërë një përzierje të mirë fare ku në çdo pirun që të fusim kemi copën e qepës, ullirin apo lule lakrën, atëherë mund të themi që e kemi gati. Kjo ishte receta e dashurish, shumë faleminderit që ndoqët. Mos harroni të bëni subscribe, sepse duke bërë subscribe jeni të parët që shikoni videot e reja të këtij kanali. Këtu keni plot video të reja, mund të vini të shikoni. Dhe bashkë do shihemi përsëri në video të radhës. Mirupafshim.